unë jam Regjina dhe kjo është video e re në kanalin tim si vajza e sagave. Po, dhe çfarë video do jetë kjo? Kjo do jetë një video book hauli me 12 tituj mjaft interesant, fantazi, klasik, sag, apo edhe bashkohor në fund të ditës. Ky kanal është i pritur për çfarë do lloj tituj librash, sepse për këtë jemi këtu dhe fillojmë me Shtëpinë botuese Albas, të cilën ma ka personalizuar pakun duke më quajtur Reina Book. Dhe le ta hapim. Nga Shtëpia botuese Albas mora 2 autor shqiptar, siç është Petro Marko me Qyteti i fundit. Kjo kolona që e ka botuar Shtëpia botuese Albas mua më pëlqen jashtëmase shumë dhe realisht e shoh shumë të bukur edhe për të qëndruar në bibliotekën time dhe jam e sigurt që nuk do jetë e fundit gjatë marrjes së librave, sepse titujt e ri duhet të na shtohen në bibliotekën tonë, sado që ne mund të kemi shumë tituj akoma pa lexuar. Por ky është autori i parë që zgjodha nga Shtëpia botuese. Pastaj nga një tjetër autor shqiptar është Suad Arilla, Zanafilla. Kjo më intrigoi shumë. Zanafilla mund të jetë zanafilla e jetës, mund të jetë zanafilla e një njoje, mund të jetë zanafilla me librat, kështu që pse jo mos t'i japim një lexim ose një ndihmesë autorit për të na njohur me mënyrën se si ai shkruan. Nga Shtëpia e botuese Albas, unë nuk mora vetëm bashkohor dhe shqiptar, por mora dhe klasik. Po, klasik, por çfarë klasik është kam marrë? Ju duhet ta shikoni këtë me patjetër, sepse janë 2 klasikët e mi, të cilët edhe i urrej, por edhe i dua, është Victor Hugo me Katedralja e Parisit, por në Shtëpinë botuese Albas vjen me Katedralja Shënmëria e Parisit. Dhe shikoni, ja nuk është kaq e bukur kjo kolona e klasikëve, por prisni pak të shikoni dhe Don Quixotin se si Albasi e ka sjell me 2 vëllime dhe shikojeni pak. A nuk janë të bukur këta libra, a nuk janë të bukur për të ndetur në bibliotekën time? Unë mezi po pres t'i lexoj këta libra dhe t'i kem të gjithë kolonën e klasikëve në shtëpinë time. Albasi më hapi punë. Por kjo është vetëm fillimi, sepse kemi akoma libra për të hapur dhe për të parë tituj mjaft interesant dhe filloj me një tjetër librari. Tani radhën e ka botimet Living dhe unë i kam këtu dhe mezi po pres t'i hap këtu me ju dhe t'ju tregoj pak se çfarë tituj kam marrë. Filloj me të parën, Froni prej xhami, e ku ka sag më të njohur, aty është vajza e sagave. E kush më mirë mund të sjellë një sag me 8 seri? Kjo jam unë. Kështu që normalisht kjo autore nuk është bërë vetëm nga kjo libër shumë i njohur, por është bërë dhe nga kjo saga këtu që unë do t'ju lë këtu me foto. Por nuk ka ardhur në Shqip. Shpresoj që botimet Living ta sjellin dhe këtë dhe jeni që jeni, çojeni një shtëpi botime Living që ta marrin parasysh kërkesën tonë si publik. Nuk është vetëm ky libri që mora nga Shtëpia botuese Living, mora dhe 2 të tjera, të cilat janë Ne zgjidhim braset nga Richard Osman, që është libri më i fundit që ka botuar Shtëpia botuese Living. Dhe thriller, misteri, fantazit janë zhanri im, edhe pse unë lexoj klasik, sepse duhet i lexojmë që të gjitha librat. Një tjetër libër që unë mora është Misteret e Klarës. U bëra kaq shumë kurioze, sepse botimet Living po e ripostonin dhe thash, ok, çfarë ka ky libër që unë nuk e kam? Duhet patjetër ta lexoj dhe këtë librin, kështu që e mora dhe këtë libër me patjetër. Po dëgjoni, sepse kam akoma libra për t'ju treguar dhe kam nga stacioni i librarisë që unë e quaj ndryshe stacioni i lumturisë. Dhe po më ka sjell 2 autor që unë njërin e kam lexuar, ndërsa tjetrin jo. Më saktë tjetrën, por fillojmë me të parin që unë e kam lexuar, që është Murakami, dhe unë nga Murakami kam Pyllin norvegjez dhe Kronika e Zogut Kurdisës. Tashmë kam dhe Kafka në breg,
që më tingëlloi shumë misterioze si titull. Elefanti zhduket, që është me tregime, dhe e dashura ime Sputnike, që unë kam dëgjuar shumë review të mira për këtë librin, por edhe negative, nuk e di domethënë kujt i besoj, të mirëve apo të këqijve, por gjithsesi unë i besoj vetëm vetes time dhe duhet patjetër ta lexoja. Dhe Dera është nga Magda Sabo. Shikojni sa i bukur është ky libër. A nuk duhet adhuruar ky libër ashtu siç unë po e adhuroj tashmë që e kam në dorë? Dhe po, kjo ishte nga stacioni i libreris, por nuk kam mbaruar akoma dhe rrini këtu sepse kam mjaft tituj të mirë të tjerë. Kështu që shikojni këtë video deri në fund, ju lutem. Librat që dua më sollën tituj mjaft interesant dhe mjaft goditës. Lolita, Vladimir Nabokov, rus. Kam dëgjuar mjaft thash edhe më për këtë librin. Unë nuk e kisha lexuar akoma dhe thash që okay, duhet ta lexoj dhe unë. Edhe pse më thanë që shumë pervers e të tjera si këto, por ne nuk i gjykojmë librat, jemi këtu për të mos i gjykuar librat. Libri tjetër që zgjodha është nga autori Mario Vargas Llosa, të cilët ju e dini tashmë që ka ndruar jetë dhe unë akoma nuk e kisha njohur si autor. Është Festa e Cjapit. Kam dëgjuar që është distopik dhe është një libër mjaft interesant dhe mjaft i bukur dhe thash më duhet patjetër ky autor në bibliotekën time. Tashmë kthehemi pak në fëmirin ton. Ju duket e njohur shumë titulli Moby Dick? Mua po, më kujton atë balenën, juve ju kujton gjë? Kështu që unë mora librin e tij, është një klasik, shikoj sa e bukur, mua më jep vibe plazhi. Domethënë, nëse unë këtë libër e lexoj, të e lexoj aty në buzë të detit. Ky ishte libri i parafundit, por unë kam dhe një titull tjetër që adhurues të zhanrit fantazi, mister, thriller do e njohin ose do e kenë dëgjuar. Por ju prisni deri në fund të videos. Kush e ka dëgjuar e vërteta mbi çështjen e Harry Quberit? Nëse nuk e keni lexuar, atëherë unë them që ju duhet ta lexoni me patjetër. Ajo ka dhe një libër të dytë dhe një libër të tretë, që është libri i Baltomerëve. Është një libër i vogël që mund të përmbledhë disa personazhe dhe libri i fundit ka ardhur vetëm në anglisht. Unë nuk e kam gjetur në shqip dhe nuk e di nëse do botohet në shqip, por unë thash pse jo, të mos e marr në anglisht dhe ta lexoj ashtu avash dhe ta shijoj këtë libër, sepse çështja e Harry Quberit mua më ka pëlqyer jashtëmasi shumë dhe doja patjetër t'i jepja fund të gjithë historisë dhe të kuptoja se çfarë ndodhte në historinë e Harry Quberit. Kështu që kjo ishte video për këtë javë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, t'ju kem bërë pak shoqëri dhe shihemi në video të tjera këtu në kanalin tim të YouTube-it. Bye!